Gjithmonë shikoja si të paritshme, por e kisha bindjen që do ta arrija, duke punuar fort. Për mbrita në fillim shikoj një repart komplet dominues nga meshkuj. Arrita që të krijoja konfidencë duke u përshtatur më së miri. Përshtypja e njerëzve në terren të jep sikur janë njerëz shumë të egur. Në jetën reale janë njerëz shumë dashamirës dhe njerëz shumë familjarë dhe të mirëkuptueshëm. Reparti ne është elita policisë shtetit, shikohet si një repart burrash, repart i fortë. Nuk e pranonim pak a shumë atë të thynim atë mitin. Rezu ambientu. Arriti që në një kohë shumë të shkurtër u bën një pjesëtare shumë e devotshme për marrë pjesë edhe në shërbime reale. Është i vajzë që punon, edhe atë që do të arrijë. Nuk më ka karakterizuar as pak kjo pjesa e qenit burror. Jam treguar femër kur është për treguar femër dhe jam treguar serioze ku ka qenë nevoja që të jem në aksion. Shoqëria në përgjithësi më ka përkrahur dhe pjesa më e madhe janë ndier krenar për mua. Meraku i nënës ka qenë një gjithkohë, sidomos për zgjedhjen që bëra. Unë bëj ndonjëherë telefonin në orë të vona, ajo ngrihet kështu gjithanë se thotë, ke shërbim? Unë do të bëja një thirrje femrave, kushdo që të vi, të konkuroj. Dy gjëra janë, pasion, punë dhe vetëm pasion, dhe nëse duhet një shembull shumë i mirë, jam unë. Aliaj, Gjoni, lejmë të kozëve që gjua për 3 Hoxha, e sot! Shpatër Piksi Hoxha! Është një shembull i punës, sakrificës, vullnetit për të gjithë ato që duan të merren në sport. Luftarake, Shembull i suksesit. dhe në ekip, dhe tek Renea shkëlqen dhe do gjithmonë të fitoj. Është tamam një model e një sportiste me shumë dëshirë për të realizuar gjitha detyrat që i ngarkohen asaj, ose që ka motive në jetën e saj. I shoh si dy jetë paralele që më plotësojnë njëra tjetrën.